Të nderuar shikues të televizionit Albi UK, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Universal. Shikues të nderuar, ndërkohë që fushata zgjedhore në Shqipëri është në vazhdim të sipër, kandidatët për deputet në Shqipëri, sidomos ata që janë në listat e hapura, po mundohen të bëjnë fushatën e tyre dhe betejën e tyre për të futur në parlamentin e ardhshëm, por gjithashtu dhe ne si votues, sidomos ne në diasporë, po mundohemi të kuptojmë se kush janë këto kandidatë që duan të na përfaqësojnë ne në parlamentin e ardhshëm shqiptar pas zgjedhjeve të 11 majit. Dhe për të kuptuar pikërisht këtë, kemi një nga kandidatët e Partisë Demokratike për Qarkun e Shkodrës që vjen nga Malësia e Madhe dhe është fjala për Aurel Markaj, të cilin e kam tani në lidhje në Skype. Zoti Markaj, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Albi UK TV në emisionin Universal këtu në Londër. Mirëmbrëma juve. Është kënaqësi që ju kemi. Zoti Markaj, ju lidhjet tuaja politike me të djatën dhe për Partinë Demokratike, me sa unë kam kuptuar, janë më të hershme se tashmë, se tani që keni vendosur të kandidoni në këto zgjedhje për deputet. Por do të thoja, do doja të pyesja se përse dhe çfarë kanë qenë lidhjet tuaja të hershme me Partinë Demokratike që ju kanë shtyrë që në atë kohë që bëheni pjesë e Partisë Demokratike dhe deri në këto moment që keni vendosur të kandidoni? Faleminderit për pyetjen. Unë jam i djalë që jam vënë tek Partia Demokratike, kam qenë moshë të vogël që jam angazhuar tek strukturat e Partisë Demokratike, që në vitin 2005 në atë kohë kam qenë 18 vjeç dhe jam angazhuar fuqishëm tek Partia Demokratike. Vazhdimisht të marr kontributin tim. Në vitin 2011 kam kandiduar për herë parë tek Partia Demokratike për Këshillin e ish-komunës Shkel së kohë. Kam dalë një nga këshilltarët më të betuar në komunën Shkel, kam marrë postin e këshillit të komunës nga viti 2011 deri në vitin 2015. Në vitin 2016 kam kandiduar për forumin e NOR të Partisë Demokratike në Malësi të Madhe, kam drejtuar forumin e NOR nga 2016 deri në vitin 2021. Sërish në vitin 2017 kam qenë kandidat për deputet në listën shumë emërore të Qarkut Shkodër. Dhe siç e dini edhe ju, asë kohë Partia Demokratike në vitin 2019 i pa djeg mandatet dhe unë si rrallës në listën shumë emërore me patak mundësia për me marrë një mandat deputetit, por e kam refuzuar me kënaqësinë më të madhe sepse Aureli asnjëherë nuk ka pas dëshirë që thjesht me marrë një karrige deputetit, thjesht me marrë benefitet që të ofron mandati i deputetit. Aureli ka pas dëshirë më të madhe që me kanë përfaqësuesi kësaj zone, përfaqësuesi njerëzve të Malësisë së Madhe, Qarku Shkodër komplet, sidomos trive të rejave se në vendin tonë dashur sot trive të rejat po na mungojnë jashtë zonës shumë. Vitet e fundit shumë tri e treja na kanë nga Malësia e Madhe dhe unë do bëj gjithçka që është e mujton që me kthye shpresën që këta tri që na kanë mbetur në Malësi të Madhe dhe shumë tjerë që na kanë ikë me pasi mundësi kthimin në Malësi të Madhe në Shkodër dhe këtu në Shqipëri. Shumë e qartë. Ju vini dhe nga fusha e arsimit, nëse nuk gabohem. Si është gjendja, po themi, jo vetëm në arsim, por edhe ekonomike dhe sociale në Malësinë e Madhe kryesisht me që vini nga ajo zonë, por dhe në krejt Qarkun e Shkodrës? Po, është vërtet, unë punoj në arsim prej vitit 2009 dhe deri sot unë vazhdoj të punoj në arsim, kam marrë kontributin tim maksimal sa kam mujt me eduku brezat e kësaj zonë, tritë e kësaj zonë dhe realiteti është i tillë. Në Malësinë e Madhe sidomos shumë shkolla janë si thuash me numër shumë të pak nxënësi që kanë boshatisën shkollat prej fenomenit të largimit sidomos trive të rejave. Por edhe shumë familje të cilat nuk e kanë gjetë mënyrën e jetesë të Malësisë të Madhe, nuk e kanë gjetë përkrahjen të Malësisë të Madhe, kanë gjetë një mënyrë dhe janë larguar nga Malësia e Madhe, nga Shkodra dhe kanë marrë rrugën e emigrimit. E cila është një fenomen që ashtu është shkretua për vend, është një fenomen i cili ashtu prek jashtë zonës shumë këtë zonë, e cila pa prek edhe shkollat që klasat pothuajse janë aty pas boshatisëna ose me klasa kolektive që në vitin 2025 nuk duhet me ndodhur realisht se këta fëmijë meritojnë një arsim sa më cilësor, meritojnë me pas kushte sa më bashkëkohore, siç i kanë dhe bashkëmoshatarët e tyre në gjithë Evropën. Po për sa i përket gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Qarkut të Shkodrës të përgjithësi, si mund ta përshkruani? Kushtet ekonomike në të cilat jetojnë banorët e Malësisë së Madhe, më thënë deri në vitet e fundit i ka penguar jashtë zonës shumë. Malësinë e Madhe
kultura ma kryesore me cilin merren banorët janë bimë medicinale. Bimë medicinale vitit e fundit kanë pas një rënje jashtëzakonisht madhe të çmimit, i cili ka ndikuar drejt për drejt në kushtet ekonomike këtyre njerëzve. Dhe shumë njerëz e kanë parë si mundësi largimin nga mospasja e kushteve ekonomike në matësi të mëdha. Dhe shumë probleme tjera si në infrastrukturë, në rrjetin e elektrifikimit, në sistemin e ujësjellcave, janë problemet që banorët e matësisë së madhe kërkojnë një zgjidhje sa më urgjente të tyre që të shohin një mundësi që të jetojnë këtu në matësi të madhe, që të jetojnë në Shkodër e në Shqipëri. Qartë. Zoti Marka, ju sa po thatë një sër problematikash, mund të ketë edhe më shumë se sa që ju përmendet, bo ajo që doja dija është se kur kanë filluar këto problematika të shfaqen në qarkun e Shkodrës, apo sepse shumë prej tyre mund të jenë edhe si thua mbar kombëtar në gjithë Shqipërinë, do thoja më mirë. Kur është fillesa e këtyre problematikave që ju sapo i përmendet apo tjera që ndoshta si keni përmendur? Probleme matësinë e madhe ka pas vazhdimisht, por 10 vitet e fundit problemet janë shtuar maksimalisht të këta banorët e matësisë së madhe. Janë probleme të cilat nuk janë të gjetur kur zgjedhje. Dhe problemi më kryesor që unë e shoh si kandidat për deputet sot është humbja e shpresës. Humbja e shpresës e këtyre njerëzve të cilët e dojnë vendin e vet, e dojnë matësinë e madhe, e dojnë Shkodrën, e dojnë Shqipërinë, por kanë bërë gjithçka që këtyre njerëzve me humbë edhe shpresën, e cila është një fenomen që po shkatron marrë matësinë e madhe, po shkatron marrë Shkodrën, po shkatron marrë Shqipërinë. Një vend po i humbë edhe shpresën, i ke marrë gjithçka atëra. 10 vitet e fundit këta njerëz nuk po shohin asnjë lloj mundësie me ndërtu të ardhmen e vetën në matësi të madhe në Shkodër ose në Shqipëri. Matësia e madhe është prek vazhdimisht e theksoj, është një ndër zonat që është prek më shumë të nga fenomeni e emigrimit. Shumë njerëz janë larguar me dëshirë ose pa dëshirë nga matësia e madhe. Me pahir ose me pa pahir janë larguar nga matësia e madhe, nga mungesa e këtyre kushteve që na po diskutojmë së bashku. Nga mungesa e kushteve ekonomike, nga mungesa e infrastrukturës, nga mungesa e mundësisë që u jepet për me studiuar fëmijëve të vet në shkolla bashkëkohore, siç i kanë gjithë bashkëmoshatarët e tyre në gjithë Evropën. Partia Demokratike ka qenë në opozitë prej 3 mandatesh tashmë. Ju si do ta përshkruanit qarkun e Shkodrës duke krahasuar me sot dhe me kohën kur Partia Demokratike ka qenë në qeverisje? Krahasimi është lehtësisht i dukshëm. Para vitit 2013 kam theksuar shpesh herë. Shoh se ju kujtoni në para vitit 2013 shumë emigrantë kanë pas zgjedhur për mu kthye, sidomos në matësi të mëdha. Kriza ekonomike që pat kap Evropën asaj kohe i dha mundësinë këtyre njerëzve marrë me jetu në matësi të mëdha dhe filluan gjithë me ndërtu të ardhmen e vet me familjet vet, ato dhe ishin shumë të kënaqur me mundësitë që u jepte matësia e mëdha, sepse kam thënë dhe vazhdoj me thonë, matësia e mëdha është një tokë e bekuar. Çdo gjë që ka pasur në dorë Zoti ja ka dhënë kësaj tokë. Don vetëm me nxit ta njerëz, me i përkrah ta njerëz, me ndihmu ta njerëz për më mullon shpresë të njerëzve për me jetu këtu. Edhe 10 vitet e fundit, ky fenomen jo se nuk kanë ardhur shumë njerëz më, po janë larguar shumica e këtyre njerëzve. Edhe ata që patën ardhur në fillim janë larguar gjithë nga Shqipëria. Përveç këtyre edhe shumë njerëz tjerë, shumë familjarë, shumë të reja, të cilët nuk e gjejnë veten e tyre në matësi të mëdha, nuk i kanë kushtet për me jetuar siç dëshirojnë me jetuar ata. Jam i bindur se në ardhmën e Partisë Demokratike në pushtet, me datën 11 maj. Jam i bindur se çdo gjë do ndryshojë. Shpresa do kthehet tek ta njerëz, mundësitë do u jepen të njerëzve. Partia Demokratike ka një program më të mirë më që është hartuar prej dekadave, të cilat i prek gjitha këto shtresa, i ndihmon gjitha këto shtresa për me jetu në matësi të mëdha, për me punu në matësi të mëdha, për me pa të ardhmen e vetë në matësi të mëdha në Shkodër e Shqipëri e këto. Zoti Marka, ju sapo thatë që Zoti ka dhënë shumë matësisë madhe dhe i bashkohen. I bashkohem mendimin tuaj, unë kam pas rastin ta vizitoj disa herë dhe herën e fundit verën që kaloj dhe është një vend i mrekullueshëm dhe nga ajo që unë kam parë të paktën në kohën e verës kur unë isha, biznesi domethënë ishte në zhvillim e sipër me bujtinat, me turizmin e tjera, sepse për çmimet medicinale që dhe përmend ju më parë dhe turizmi është një ndër pikat e forta që është në Malsinë e Madhe dhe në përgjithësi në Malsinë e Shkodrës. Do të thoja, çfarë i mungon Malsisë së Madhe tani që ju dhe Partia Demokratike do ja jepni që të ketë dhe një zhvillim më tejshëm?
E theksoj, matësi smale e vetmja gjë që i mungon është shpresa. Shpresa për me jetuar matësi male, për me punu në matësi male, për me pa Po për t'ju dhënë shpresën duhet ju japim diçka apo jo? Politika duhet t'ju japi diçka. Politika ka shumë çka në dorë. Politika ka gjithçka në dorë për minimum këta njerëz. Ta njerëz kërkojnë mbështetje maksimale prej qeverisë që mund të jetë në pushtet. Kërkojnë mbështetje, fermerët kërkojnë mbështetje me subvencione. Arsimi kërkojnë mbështetje për një arsim sa më cilësor, për klasa me klasa digjitale, me kushte sa më bashkëkohore. Shëndetësia kërkon zhvillim. Shëndetësia kërkon një zhvillim maksimal i cili lën për dëshiruar. Shumë çka tjetër, rrjeti i infrastrukturës, lën për dëshiruar, sidomos në përfshatrat të cilat lidhin me qytetin janë lën për dëshiruar. Sistemi i ujësjellësit është sidomos në pikun e verës gjithë matësia male vunë për ujë. Është një ndër zonat që matësia male mundet me furnizu, jo vetëm matësinë e male, por mundet me furnizu edhe pjesën e gjysë Shkodrës, me burimet që mund të kenë. Thjesht kërkon një investim për me për me furnizua matësinë e male dhe pjesën tjetër me ujë. Përveç kësajna, tha që edhe hera, është shpresa që këta njerëz kërkojnë për me pa të ardhmen e vetën matësit male këto. Këtë me ardhen e Partisë Demokratike në pushtet jam i bindur se do bëhet gjithçka. Që 3 e 3 të matësisë male ta shohin si mundësi jetesën e tyre në matësitë male, ta ndërtojnë familjen në matësitë male dhe në gjithë çarkun e Shkodrës dhe në gjithë Shqipërinë. Përmendet arsimin, thamë edhe përpara që ju jeni nga fusha e arsimit, doja t'ju pyesja cili është numri i nxënësve, sa ka rënë numri i nxënësve që janë nëpër shkolla në malësi të madhe dhe a është kjo një rënje në numër për arsye sepse nuk janë shumë të interesuar të shkojnë në shkollë, 2 sepse janë larguar drejt qytetit, pra drejt Shkodrës apo drejt qyteteve tjera të Shqipërisë, apo 3 se janë larguar drejt vendeve tjera të Europës dhe të botës? I vetmi fenomen që do prek matësinë e male është largimi nga Shqipëria totalisht, në për vendet e Evropës dhe kudo të botës. 10 vite më përpara ne kena pas shkollat me 4 turme. Kena pas klasat që kanë të gjitha klasat e plota me numër maksimal nxënësish. Tani, jo se nuk kena shkolla me 2 turme matësitë male, po shkollat po i kena edhe me klasa kolektive, me klasa të cilat ka një numër shumë pak nxënësish. Edhe fenomeni që i ka prek është vetëm largimi i njerëzve nga matësia male. Nuk është se banim nga matësia male në qytet, por largimi total i njerëzve nga matësia male. Edhe për këtë ka ra jashtëzakonisht shumë numri nxënësve, sidomos 10 vitet e fundit. Por problemi më i madh është se trendi është vazhdimisht në rrëmje. Ky trend nëse nuk rregullohet që matësitë male kthehet shpresa për me jetu këta njerëz pas disa viteve do ketë ky vend do jetë i shkretë. Dhe është fatkeqësi për këtë zonë, për këtë trev që thash edhe herë, zoni çka ka pasur në dorë ja ka fal kësaj treve. Dhe ju tashmë jeni në fushat, zoti Markaj, dhe jeni në kontakt vazhdueshëm me votuesit, por gjithsesi do thoja ju keni qenë në kontakt vazhdueshëm sepse jetoni atje dhe i dini problematikat e vendit, hallet e vendit, jeni domethënë ndjeni të gjithçka çfarë ndodh në përditshmërinë e qytetarëve atje, për atë votuesve tashmë të cilëve ju po ju kërkoni votën. Dhe ja kërkoni votën për të sjellë shpresën, siç e thatë. Cili është programi juaj i Partisë Demokratike, por edhe angazhimi juaj personal, zoti Markaj, për të ndryshuar diçka atje dhe për t'ju sjellë të shpresë, po për t'ju sjellë të shpresë më parë duhet ju që t'i bindni që kjo shpresë ekziston dhe ekziston tek ju. Pra, çfarë do të bëni ju në mënyrë që të fitoni votën e qytetarëve të Qarkut të Shkodrës? Atëherë, është vërtet, unë jam një ndër kandidatet që jetojnë matësitë male, punojnë matësitë male, edhe dëshira më e madhe jana është me dhënë kontributin në matësitë male. Unë i di çdo problem që kanë banorët e kësaj zone, i di çdo shqetësim që kanë banorët e kësaj zone. Dhe unë si kandidat i Partisë Demokratike do bëj gjithçka ç'është e mundon, që këto probleme, këto shqetësime, këto halle të këtyre banorëve të zgjidhen në mënyrën më perfekte e më të mundshme. Problemet e tyre janë edhe problemet e mia. Dhe unë do bëj gjithçka që këta banorë të kenë mundësi të ta shohin të ardhmen e vetë në matësitë male. E thash edhe parë, programi i Partisë Demokratike është një nga programet më të mira që mundet me pas një forcë politike e cila aderon për me ardhmë në pushtet, e cila prek gjitha shtresat
që duke filluar nga 3 dhe 3 që për mua është kryesorja që duhet me pas një ndikim partitë politike. Pensionistët, arsimtarët, mjekësia, çdo gjë. Përveç kësaj, unë si kandidat i Partisë Demokratike kam hartuar duke pas edhe në konsiderat problematikat e zonës, kam hartuar dhe programin tim elektoral në cilë jam duke u prezantuar në gjithë matësinë e madhe. Dhe një pikat më kryesore është frenimi i emigracionit dhe kthimi i trinjve në matësinë të madhe. Është një pikë që unë do bëj gjithçka që me frenu këtë emigracion dhe me kthy shpresën që më kthy edhe shumë tri e treja në matësinë të madhe. Duke i mbështetur këta tri, duke i dhënë mundësi këtyre trive për me pa të ardhmen e vet. Përveç këtyre tjera, zhvillimi i bujqësisë dhe i blegtorisë është një nga pikat kryesore të programit tim. Do bëhet gjithçka sepse kjo zonë është një ndër zonat që u jep mundësi shumë bujqëve, shumë blegtorëve, të cilët dojnë me përmenduar, dojnë me punuar në matësi të madhe. Subvencionet, siç është edhe programi i Partisë Demokratike, subvencionet do të jenë drejt për drejt tek fermeri, drejt për drejt tek bujqit e kësaj zone. Jo më me një numër të caktuar për dënim për hektar ose për kokë dhënsh ose të ndryshme, por për gjithë secili aq sa ka mundësi. Aq sa ka mundësi do të ketë dhe subvencionin kryesor për shtetit. Përveç kësaj, rrjeti i infrastrukturës dhe i shërbimeve do të jetë kryesor për këtë zonë, të cilët lënë për dëshiruar. E theksoj, shumë rrugë, të cilat lidhin fshatrat me qytetin kryesor që është Kopliku, lënë për dëshiruar. Dhe do bëhet gjithçka që këto rrugë të jenë sa më të mira që këta banorë kenë mundësi për me lëvizë sa më lirshëm. Përveç kësaj, furnizimi me ujë, furnizimi me energji elektrike. Këtu në matësinë e madhe është fatkeqësi dhe vjen një diçka që nuk duhet me realisht në vitin 2025, sapo fillen të thyn pak era, këtu në matësinë e madhe pjesa kryesore e matësisë së madhe me pa energji elektrike. Rrjeti i elektrifikimit do një ndërhyrje urgjente sepse është në kat, realisht është në kat që në vitin 2025 me pas të probleme. Përveç kësaj, unë jam edhe një ndër ekspertët e fushës të arsimit dhe amësimin kam dëshirë që ta lëm në fund, një ndër pikat kryesore të programit tim si kandidat i Partisë Demokratike do të jetë dhe fusha e arsimit. Fusha e arsimit dhe mjekësisë kërkojnë ndërhyrje urgjente. Partia Demokratike ka hartuar një plan për sa i përket arsimit. Nuk duhet të ketë më klasa kolektive. Klasat kolektive është shkatrim për sistemin arsimor. Nuk mundet që një fëmijë në klasën e parë një posisht edhe me një fëmijë që është në klasën e tretë ose një klasën e pestë. Absolutisht, na kujton kohrat e pas luftës. Bravo. Është një diçka që është edhe nga ana psikologjike nikon negativisht ata fëmijë. Partia Demokratike, në ardhmën e Partisë Demokratike në pushtet, klasat kolektive do anullohen komplet. Nuk do ketë më klasa kolektive. Nëse edhe një nxënës do të ketë mësuesin e vet. Përveç kësaj, programi i Partisë Demokratike për me nxit shumë 3 e 3 për me vazhduar studimin edhe profesionin e mësuesit, sepse vitet e fundit nuk është se janë tu pas si mundësi për me vazhduar këtë profesion. Dhe shumë pas disa viteve matësia e madhe dhe komplet Shqipëria do mbetet pa këtë zënat, pa këta njerëz që kanë dëshirë. Me ardhmën e Partisë Demokratike në pushtet, rroga e këtyre mësuesve do rritet maksimalisht. Do shkojë deri në 1500 euro, e cila do japin mundësinë këtyre njerëzve që t'japin edhe kontributin e vet për këtë profesion që është profesioni i shaj. Përveç kësaj, mjekësia është një ndër pikat kryesore që matësinë e madhe kërkon ndërhyrje urgjente. Dhe do bëhet gjithçka që këta banorë që dëshirojnë të jetojnë në matësi të madhe të kenë edhe kushtet, qoftë për mjekësi, qoftë për arsim, qoftë për shëndetësi, qoftë për çdo gjë. Zoti Maka, ju sapo përmendët shëndetësinë është një gjë e madhe jashtëzakonisht e rëndësishme në Shqipëri, por gjithandej në përbot. Ku janë, spitali më i afërt është spitali rajonal i Shkodrës, nëse nuk gaboj apo jo. Dhe a ka qendra të tjera ambulante ambulanca në për malësi të madhe përveç spitalit që është në Shkodër kryesor? Realisht edhe në për malësi të madhe ka këto qendra shëndetësore, por të cilat të ofrojnë shërbime jo të shumta. Dhe na më të afërt e më kena spitalin rajonal të Shkodrës, të cilat na duhet me shku për çdo lloj problemit për me që mund të kenë njerëzit e matësisë madhe. Spitali më i afërt është në Shkodër. Dhe në lidhje me këtë, diçka që unë kam eksperimentuar vetë, jo që kam pasur shumë nevojë, po kurdo që kam qenë që më është dashur që të drejtoj spitalit për një arsye sa të vogël që mund të ketë qenë.
Ajo që unë më dhëre është në për spitalet e Shqipërisë, po kryesisht atë në Shkodër, që po flasim për Shkodrën tani më. Ku futesh në spitalin e Shkodrës nuk ka një recepcion, nuk din se kujt i drejtohesh dhe në përgjithësi duhet i drejtohesh dikujt që të pyesësh se ku është ky departamenti i spitalit apo ai tjetri dhe kam pasur raste që njerëzit të drejtojnë në një vend dhe sapo flet me një mjek apo një infermier të spitalit të thonë që unë jam i përgjegjës për këtë punë, unë mund ta kryej këtë punë, më varet se përse. Po në të vërtetë, a do bëni gjë, a do bëj Partia Demokratike gjë dhe ju personalisht, nëse zgjidhni deputet i kuvendit të ardhshëm, a do bëni diçka që në spitale të kesh ku të drejtohesh, e jo të futesh sikur të futesh në një, nuk e di, në një stall baktish ku nuk di se kujt i drejtohesh me këtë flasësh, pra që të ketë një recepcion, sepse shërbimi është në nivelet shumë të ulta dhe tashmë mbase po futem në rolin tuaj për të bërë fushatën, po që kjo është një fakt dhe që shqiptarët besoj që e ndjejnë këtë dhe e duan këtë ndryshim në këtë aspekt sa dhe i vogël, cilin unë sapo përmenda. Ky është një ndër problemet që i hasim çdo ditë. Ky konstatim është mos i vërtetë. Unë them të vërtetën për një diçka jam i bindur. Me marrjen e mandatit si Auren, do bëhet gjithçka ç'është e mundshme për këto shqetësime, që kanë shumë banor, të cilat janë edhe të shqetësime që i keni konstatuar jo, do bëhet një rrugëzjedhje sa më urgjente që këta njerëz të kenë kushtet sa më bashkëkohore siç i kanë në gjithë Evropën. Në çdo takim që unë bëj me banorët e Macisë Madhe, çdo takim që bëj me banorët e Qarkut Shkodrës, unë kam evidentuar shumë probleme. Me marrjen e mandatit unë sigurisht pyll dhe gjithë këta banorë që do ngrihet zoni, do çohet zoni në Parlamentin e Shqipërisë dhe këto probleme, hallull dhe shqetësime do kenë një rrugëzjedhje sa më shpejt e mundshme nga shteti shqiptar. Okej. Dhe ju sapo thatë që doni të jeni zëri i atyre dhe jeni pjesë e si thuash jo si thuash, po ju në fakt jeni pjesë e Macisë Madhe e hallëve dhe problemet tyre dhe i njihni, po shpeshherë ndodh që politikanët, ndërkohë që kërkojnë votën, premtojnë shumë, thonë që janë pjesë e tyre, thonë që janë pjesë e problematikave të tyre, thonë që njohin problematikat e tyre, por që kur vjen momenti pas votës, të zgjidhen deputet në kuvendin e Shqipërisë, sikur zbehen premtimet, sikur zbehet angazhimi, sikur nuk shkojnë në vend ato çfarë kanë premtuar dhe mund mos shkojnë në vend, por të paktën të bëhen përpjekjet. Ju personalisht, nëse zgjidhni deputet në kuvendin e ardhshëm, a do i mbani lidhjet e forta me komunitetin, me zgjedhësit tuaj dhe a do jeni përsëri pjesë e problemeve të tyre, apo zëri juaj më pas do jetë shumë më i vakët se çka qenë gjatë fushatës elektorale? Aureli ka pas mundësinë për me marrë mandatin e deputetit në vitin 2019. As që i herë vetme ta them me binjen më të madhe nuk e kam pas si mundësi thjesht me marrë një karrige. Nuk e kam hyrë politikës me bërë një karrierë thjesht me marrë një karrige deputetit ose me marrë një post kudo. Këtë ta them me binje ty dhe çdo qytetarit të Macisë Madhe, të Shkodrës dhe kudo. Dëshira më e madhe e Aurelit është që me dhanë kontributin për këtë vend maksimal, me kanë zoni këtyre njerëzve në Parlamentin e Shqipërisë, me kanë zoni këtyre trijave në Macisë Madhe, Shkodrë kudo, me kanë zoni fermerit, me kanë zoni bujkut, me kanë zoni mësuesit, me kanë zoni mjekut, me kanë zoni pensionistit, me kanë zoni familjarit, me kanë zoni fëmijëve i kujdo. Nuk jam hyrë politikës në mënyrë më kategorike më të mundshme që me marrë një mandat deputetit. Për sa i përket pyetjes si mbane, a do jem këtu apo si do bëhet. Aureli, sido që të shkoj puna, Aureli është i bindur se do ta marrë mandatin e deputetit, por Aureli do të jetë një ndër zonat më kryesore të Macisë Madhe, do të jetë banori i Macisë Madhe kudo që të jetë. Unë kam lindur këto, jetoj këto dhe do punoj këto dhe kontributin tënd do ta japim Macisë Madhe për sa të kem mundësi. Kjo është dëshira më e madhe e Aurelit, nuk ka dëshirë Aureli me marrë një mandat të deputetit dhe mu shkut nga kjo zonë. Jo i nderuar, këtë e thon me bindje më të madhe e madhe se dëshira ime është me dhënë kontributin për këtë zonë. Zoti Marko, unë ja bëra këtë pyetje vetëm që mos ta merrni personale, jo se dyshoj nga ajo, apo se keni indicje që mund mos jeni, por për faktin se shpeshherë ndodh diçka dhe në fakt votuesit e kanë këtë shqetësim gjithmonë. Absolutisht ke drejt, sepse rastet kanë të tilla
edhe ti ke plotësisht drejt dhe shumë njerëz munden me pas këtë binjë ose këtë ide, sepse shumë politikan i kanë hyrë politikës dhe politikën e kanë pas si mjet për të pasuruar për veti. Aureli pasurinë më të madhe ka dëshirën për me lanë për këta njerëz, me lanë kontributin për këta njerëz dhe me lanë mundësinë këtyre njerëzve që me jetu në matësinë e madhe, me punu në matësinë e madhe dhe me pa të ardhmen e vetë në matësinë e madhe. Aureli nuk i ka hej politikës që të pasurohet për veti. Pasuria më e madhe është familja. Unë këtë kam parim, pa familja është gjoja më kryesore që ka Aureli, pasuria për mua është në vërtet. Dhe tashmë jemi më përtej se gjysmës së fushatës elektorale, pra deri në datën e zgjedhjeve. Ju keni pasur rastin të kontaktoni dhe të njiheni me gjithçka sa i përket zonës edhe më tepër dhe më në brëndi se sa që mund ndoshta dinit më përpara. Cili është perceptimi juaj për mbështetjen që qytetarët do ju japin ju në 11 maj, zoti Markaj, po jo vetëm ju personalisht, po dhe Partisë Demokratike në përgjithësi? Atëherë, fushata pothuajse është në mbylljen e saj, pothuajse po hyjmë në javën e fundit të fushatës elektorale dhe na kena bërë shumë takime përgjatë këtyre ditëve në gjithë matësinë e madhe. Kena takuar shumë banorë dhe ta them me binjen më të plotë e madhe. Fryma është jashtëzakonisht shumë e mirë në matësinë e madhe për kthimin e Partisë Demokratike në pushtet. Njerëzit e kërkojnë ndryshimin me çdo kusht. Mas 12 viteve qeverisë të Partisë Socialiste, njerëzit janë lodhur. Dhe jam i bindur se ndryshimi do të fillojë nga matësia e madhe. E kam thënë dhe vazhdoj ta them, ndryshimi nuk është se kërkohet vetëm nga Partia Demokratike. Sot ndryshimi kërkohet nga çdo njeri që jeton në Shqipëri. Ndryshimi është i duhur, edhe për atë vetë socialistin më të thekun e marr kuptimin e mirë të fjalës, ndryshimi është i domosdoshëm. Mas 12 viteve qeverisje duhet hapi shkrajin, duhet lirosh, duhet vinë njerëz të tjerë. Duhet vinë njerëz të tjerë të cilët kanë çka me dhanë, kanë dëshirë me dhanë për matësinë e madhe, për Shkodrën e për Shqipërinë. Një nga ata është edhe Aureli që dëshiron maksimalisht që t'japi kontributin e tij në matësi të madhe në Shkodër edhe kudo. Përveç kësaj, një shpresë të madhe dhe më lejoni t'i falenderoj gjithë emigrantët që ndodhen në diasporë, gjithë ata njerëz që janë regjistruar në diasporë me falenderimet më të përzemërta e madhe. Mirënjohjen më të madhe e madhe për ata njerëz që janë ta japin kontributin e tyre masivisht duke votuar Partinë Demokratike. Unë nuk gjej fjalë për t'i falendëruar ata janë që janë ta kthejnë shpresën në matësi të madhe në Shkodër, në Shqipëri. Ata do jenë nikusit kryesor për kthimin e Partisë Demokratike në pushtet. Janë ata njerëz që janë ta votojnë masivisht Partinë Demokratike nga diaspora. Okej, do dilja të diaspora, po me që e përmendet, po futemi direkt. Në dijenin tuaj, cili është numri, po flasim për matësinë e madhe kryesisht jo për gjithë qarkun e Shkodrës e mbase edhe mund mos ta dini, cili është sa i lartë është numri i malësorëve të matësisë madhe që jetojnë në diasporë? Atëherë numri është jashtëzakonisht shumë i madh. Nuk do ju pyes për numër të saktë sigurisht. Nuk mundem të ndaj një shifër të saktë për këtë punë, po t'jap një shifër të cilët janë regjistruar nga diaspora. Janë 4250 veta që janë regjistruar për të votuar nga diaspora. Dhe pjesa më e madhe aty deri në këto momente që flasim bashkë e kanë hellur votën, e kanë votuar për atë që kanë menuar ata që duhet me kanë gjoja kryesore për me ndryshuar Shqipërinë. Komplet në gjithë qarkun e Shkodrës janë atë 20.000 veta që kanë pas drejtën për me votua, dhe deri në këto momente që flasim bashkë nga dhënat që vinë në KQZ janë rreth 10.000 veta që janë kthyer në KQZ fleta e votimit. Pjesa tjetër besoj që ditën e vazhdim do të vinë gjithë fletet e votimit. A jeni në kontakt me diasporën, me kontaktet tuaja nëpër diasporën dhe cili është perceptimi juaj se si do votojë diaspora, sidomos ata qarkut Shkodrës kryesisht? Unë jam në kontaktet vazhdueshme. Një nga pikat kryesore që gjatë kësaj fushate kam pas kontaktet mëdha me diasporën, me gjithë njerëzit që janë regjistruar në diasporë, qoftë në matësi të madhe, qoftë në qarkun e Shkodrës. Unë jam punuar që të bëj fushatin jo vetëm në matësi të madhe, por edhe në diasporë. Ketë ndikimin edhe diaspora, ketë rolin e vetë edhe diaspora, siç e ka pas tash 30 e sa vite me të ardhmat që kanë sjellë për këta familjarët e tyre me kontributin që kanë dhënë, të kenë dhe mundësinë me ndikuar në politikën e Shqipëri. Dhe thash, një nga pikat kryesore të fushatës teme është dhe kontaktet me diasporën. Dhe jam i bindur për këtë, jo se thom vetë si kandidati i Partisë Demokratike, por jam i bindur se në qarkun e Shkodrës mi 70 deri 80% që janë regjistruar të votojnë Partinë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Dhe ne dim duhet referuar edhe zgjedhjeve të kaluara që në qarkun e Shkodrës
shumica e deputetëve ka pasur Partia Demokratike, pra me 5 përfaqësues nga Qaku i Shkodrës. Dhe a mendoni se ky numër do të rritet? Absolutisht po. Dhe a mendoni që roli i diasporës nëse ky numër sipas jush do të rritet, do të jetë vendimtar për rritjen e këtij numrit? Kryesisht si mendoni se do votoj diaspora? Do votoj tradicionalisht, siç votohet në Shqipëri, në kuptimin e fjalës, nëse prindërit e tyre kanë votuar djathtas dhe këtu në diasporë do votojnë djathtas dhe anasjellët nëse kanë votuar majtas do votojnë majtas. Dhe siç thash, a do rritet ky numër dhe a do ketë rolin kryesor diaspora sipas jush? Atëherë, në vitin 2021 Partia Demokratike ka marrë 5 mandate në Qakun e Shkodrës. Për një numër pak të votash ka marrë mandatin e 6. Sot që flasim bashkë, në gjitha sondazhet që na bëjmë, në Malësi të Madhe në Shkodër edhe kudo, Partia Demokratike ka të sigurta 6 mandate. Dhe jam i bindur se diaspora do ketë rolin kryesor për mandatin e 7. Janë ta njerëz, janë ta treja, burra, gra, masivisht familjar që janë të votu Partinë Demokratike në gjithë Qakun e Shkodrës. Dhe jam i bindur fort se edhe mandati i 7 do merret prej diasporës. Ata janë të pasë rolin kryesor në votime dhe orientimin e votës edhe tek familjarët e tyre që janë në Shkodër e Malësi të Madhe kudo. Shumë treja kanë ikë vitet e fundit. Dhe ata nuk është se kanë një binje ose thjesht një militantizëm. Ata votojnë për atë që mendojnë se duhet me ndryshuar Malësi të Madhe. Ata në pakan mirë Malësi të Madhe nuk ishin ikë. Janë detyruar me ikë. Dhe ata janë të votuar Partinë Demokratike masivisht. Dhe përveç kësaj, e theksoj janë të orientuar dhe familjarët e tyre që jetojnë Malësi të Madhe, që ndoshta mund të kenë pas një binje ndoshta te majta ose një binje te elektorati i Greqit që nuk u ka interesuar, ata janë të kërkojnë me çdo kush që Malësi të Madhe në Shkodër e kudo të votojnë Partinë Demokratike që të kthehet shpresa e këtyre njerëzve. Pra ju mendoni që 6 mandate do i marrë vetë Partia Demokratike me votat e Qakut Shkodrës në Shqipëri dhe një mandat të 7 do jetë nga diaspora nga 11 mandate, apo jo? Absolutisht, diaspora do ketë rolin kryesor në rezultatin e zgjedhjeve të 2025 në Qakun e Shkodrës. Ju lumë, nëse kjo do arrihet, do ishte vërtet një fitore dhe t'i dedikohet edhe një mandat diasporës për Qakun e Shkodrës. Merita kryesore, përveç gjithë strukturat e Partisë Demokratike në gjithë Qakun e Shkodrës, merita kryesore kësaj here do i mbetet diasporës. E them me binje të plot. Edhe gjej rastin tash edhe herë ti falenderoj nga zemra të gjithë ata njerëz. Nga keni këtë siguri, zoti Markaj? E kam sigurinë sepse unë kam pas kontakte të vazhdueshme me këta njerëz. Kontaktet e mia kanë të drejtë për drejta me këta njerëz dhe ata e konsiderojnë si mision. Votën e tyre konsiderojnë si një mision të tyre, një dëshirë të madhe që kanë për me ndryshuar këtë vend. Qartë. Diçka tjetër që doja t'ju pyes zoti Markaj, fakti që jeni në listat e hapura, si ndjeheni? A ju duket se jeni gjithsesi i lënë pas dore, apo nga ana tjetër është një sfidë për të cilën ju jeni gati ta përballoni? Absolutisht, për mua është një sfidë që jam i pres dhe jam i gatshëm ta përballoj me kënaqësinë më të madhe dhe jam i bindur se në Parlamentin e Shqipërisë Aureli do jetë shumë më i fortë me votën e gjithë malësorëve në gjithë shkodranëve. Më pëlqej gjithsesi. Tani po i afrohemi siç e thatë edhe vetë fundit dhe ju u dhat pak a shumë një projekcion për se sa mandate do merren në Shkodër. Po për sa i përket Shqipërisë, zoti Markaj, ju përveç asaj çfarë ju besoni dhe normalisht ju do thoni do fitoj Partia Demokratike, po sa i sigurt jeni që në shkallë vendi do fitoj Partia Demokratike dhe sa të vështirë ka Partia Demokratike që të vijë në pushtet në pas zgjedhjeve të 11 majit? A ka sfida me të cilat do të përballohet, nuk e di, nga fushat ndryshme? Shikoni ju si të vështirë të dilni përballë Partisë Socialiste e cila është në pushtet dhe për hir vërtet s'ka dhe administratën të cilën vetë Partia Demokratike ja ka lënë kohë më parë dhe tashmë kthehet si diçka ndëshkuese për Partinë Demokratike. Nuk e di si e shikoni ju. A mendoni se është e vështirë që të vijë në pushtet? Atëherë, unë e thash edhe pak më përpara. Fryma e Malësit të Madhe është jashtë zonës shumë pozitive për kthimën e Partisë Demokratike në pushtet. Unë kam kontakte të shumta dhe me gjithë kolegët mi, pothuajse në gjithë Shqipërinë.
E njëjta frym si shashtë masit molla ashtu kanë kudo nëpër Shqipëri. Këta njerëz që ndodhen në Shqipëri e kërkojnë ndryshimin. Kësaj herë është rradha për me ndryshuar. Kërkojnë ndryshimin për veten e tyre, për familjarët e tyre. Rradha mund të ketë qenë edhe më përpara, zoti Markaj. Nuk është problemi te rradha, kërkohet ndryshimi. Ndryshimi është i domosdoshëm për gjithë. Jam i bindur se edhe ti në binjen tone ndryshimin e kërkon në Shqipëri dhe kudo. Kushdo që ndodhet sot në Shqipëri, të gjithë ata që janë në diasporë, ndryshimin e kërkojnë me çdo kusht. Duhet ndryshoj. E thash edhe parë. Edhe vetë për Partinë Socialiste ndryshimi është i shnetshëm. Edhe për këta vetë që janë pushtet, ndryshimi është i shnetshëm. Duhet me ndryshuar. Nëse një vend që aspiron për me hyrë në Bashkimin Evropian, nuk mundet me hyrë nga një forcë politike e cila do të marrë edhe mandatin e 4. Çfarë do japi Shqipërisë edhe mandatin e 4? Ky vetë, nëse e kujton në vitin 2013, i nderuar, e ka thënë vetë kryeministri i Shqipërisë, kur ti nuk ke çfarë për 8 vite, mos kërko më mandat tjetër. Ky është në mandatin e 3 dhe lufton për mandatin e 4, më thuaj ti mua çfarë kërkon të japi më këtyre njerëzve. Dhe në sferën e sfidave gjithnjë, a mendoni që Partia Demokratike ka diçka që e lën prapa për sa i përket votuesve që mund të përfitojë, nuk e di, nëse është diçka duke përfshirë thjesht edhe ata që Partia Demokratike ka në koalicion dhe mund të përmend këtu Partinë e Lirisë? Atëhera, a ka diçka ndëshkuese? Partia Demokratike ka krijuar një koalicion madhështor, siç e ka thënë edhe vetë doktor Berisha. Gjithë janë të luftuar për me pru Partinë Demokratike në pushtet dhe për me pru djathtën në pushtet. Gjitha të forcat që ti përmene janë sot në fushatën elektorale për me dhënë kontributin e tyre. Duke pasur edhe një parti të majtë brenda, apo jo? Absolutisht, koalicioni është i madh. Koalicioni është i madh dhe koalicioni është domosdoshëm në situatën e sot me tjetër vetë, a keni frikë Partinë Socialiste? Jo, absolutisht nuk kena frikë Partinë Socialiste, por ne na kërkohet çdo vot. Për marrjen e pushtet na kërkohet çdo vot. Dhe ne na të luftu për çdo vot, edhe votën më të fundit e që ta marrim në çdo cep të Shqipërisë. Janë edhe të forca tjera, të cilët janë duke dhënë kontributin e tyre për maksimizu votën për të pruar Partinë Demokratike dhe djathtën në pushtet. Dhe ju nuk shikoni asnjë ndalesë, domethënë që mund të jetë në disfavorin e Partisë Demokratike për të ardhur në zgjedhjet e ardhshme, për të ardhur në pushtet pas zgjedhjeve të ardhshme. E thash, ne na duhet çdo vot për marrjen e pushtet. Me çdo kusht për të mundur Partinë Socialiste në pushtet dhe nuk ka rëndësi se kush është pjesë e koalicionit, qoftë edhe nëse janë të ideologjive të ndryshme. Tani, ju nuk jeni të rangut lartë Partisë Demokratike, por kërkoni të bëni pjesë, jeni pjesë e partisë, por kërkoni të bëni dhe deputeti i kësaj partie dhe dua t'ju pyes nëse ka diçka që edhe nëse ajo që pikërisht apo ja përmena Partia e Lirisë, nëse ju lën mbrapa në numrin e votave që do merrni në qarkun e Shkodrës, zoti Markaj. Jo, nuk dalen brapa absolutisht, por përveç kësaj do na japin një mesën për të marrë mandatin e 7 në qarkun e Shkodrës. Dhe Partia Lirisë, se zgaboj, atëherë LSI ka pasur një mandat në zgjedhjet e shkuara në Shkodër, apo? Shpërndarja e mandateve në 2021 ka qenë 5 mandate ka pas Partia Demokratike, 3 mandate i ka pas Partia Socialiste, 1 mandat LSI dhe 2 mandate ka pas Partia të Ndoshit. Dhe si shikoni PSD-n në Shkodër tashmë? Është një forcë që është duke luftuar, por nuk besoj se do ketë një rezultat. E mendoni më të fortë apo më të dobët se çka qenë në zgjedhjet e shkuara? Nuk do ta ketë rezultatin e zgjedhjeve të shkuara. Dhe nëse nuk do ta ketë rezultatin e zgjedhjeve të shkuara, kush do t'i marrë ato vota? Partia Socialiste apo do shpërndahen? Edhe tek ju. Do shpërndahen edhe një pjesë tyre do i marrin Partia Demokratike. Okej, se jemi drejt fundit, zoti Markaj, nuk e di nëse keni dhe një mesazh për sa i përket votuesve tuaj në Shkodër dhe në krejt Shqipërinë, do thoja për Partinë Demokratike kryesisht, por dhe në përgjithësi por dhe në diasporë, të gjithë ata që janë mbështetës Partisë Demokratike që ju do ju kërkoni votën në zgjedhjet e 11 majit. Atëherë, më lejeni nderuar, slogani i fushatës time ka qenë i tillë: të mos jemi me vendi që ndrohet nga larg. Ta bëjmë Malsinë e Madhe një vend jetueshëm, ta bëjmë Shkodrën një vend që jetohet, punohet dhe ndërtohet e ardhmja. Ta bëjmë Shqipërinë një vend i cili nuk ndrohet nga larg
nga larg, por jetohet në Shqipërinë tonë dashur, ndërtohet e ardhmja në Shqipërinë tonë dashur dhe punohet në Shqipërinë tonë dashur. Ne do bëjmë gjithçka që slogani im personal të kthehet në një moto për gjithë ta njerëz të cilët dëshirojnë të jetojnë në Malsi të Madhe, në Shkodër e në gjithë Shqipërinë. Zoti Marka, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sonte në emisionin universal në Albukej TV këtu në Londër dhe që patët rastin dhe ju që të flisni nëpërmes televizionit ton dhe me diasporën, jo vetëm këtu në Britaninë e Madhe, por kudo që shikohet Albukej TV. Dhe unë personalisht ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Në fakt, Shqipëria ka nevojë për të rinj, ka nevojë për të rinj në politikë, jo vetëm në moshë. Ju më sa shikoj i keni të dyja, paktën me futjen tuaj në parlament, megjithëse ju keni qenë i përfshirë, siç e thamë më parë, në politikë, pra nëpërmes Partisë Demokratike, por gjithsesi unë ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit ju nderuar dhe ndejove një herë t'i përcjell mesazhin më të mirë gjithë atyre njerëzve në diasporë. Falënderimet pa mas për këta njerëz, falënderimet sinqerta për këta njerëz sepse janë të dhënë kontributin e tyre maksimal për kthimin e Partisë Demokratike në pushtet. Nuk gjej fjalë që të përshkruaj gjithë atë mbështetje, gjithë atë përkraje që janë të dhënë Partisë Demokratike, sidomos në Malsi të Madhe, Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. Falënderime pa fund. Faleminderit shumë, natën e mirë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim këtu me kandidatin e Partisë Demokratike për deputet në qarkun e Shkodër, zotin Aurel Markaj. Unë ju falenderoj që ishit me ne, bashkë do shihemi në emisionet e radhës. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim.